Partia Levica vlerëson se ministri Toshkovski nuk ka integritet për dorëheqje, kreu i MPB-s thotë se nuk ka frikë nga përgjegjësia. Arben Taravari komenton deklaratën e Nikolovskit, thotë se Alianca për shqiptarët vendimet politike i merr vetë. Eurokomisaria Marta Kos thotë se rruga evropiane e Maqedonisë së Veriut është histori e dhimbshme. Dezinformatat në rrjetet sociale janë shkaku kryesor që prindërit nuk vaksinojnë fëmijët. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Zhenja. Në Kuvend sot është mbajtur interpelanca e ministrit të punëve të brendshme Pançe Toshkovski, e paraqitur nga grupi parlamentar e Majta. Deputeti Sashko Jançev deklaroi se për integritetin moral të Toshkovskit flet mjaftueshëm edhe fakti që deri tani ai as nuk ka guxuar të ofrojë dorëheqjen për arsye morale. Ministri Toshkovski tha se nuk ka frikë nga përgjegjësia dhe se mbetet në detyrë për të përballur me të vërtetën dhe për të sqaruar të gjitha dilemat. Ka filluar debati në Kuvend për interpelancën e ministrit të punëve të brendshme Pançe Toshkovski, të paraqitur nga grupi parlamentar e Majta, pasi sipas kësaj partie, ministri Toshkovski ka kryer funksionin e tij në mënyrë të papërshtatshme, duke vepruar në mënyrë jo profesionale, të pakujdesshme dhe të papërgjegjshme, gjë që çoi në një stër veprimesh të paligjshme, skandale dhe transferime të personelit në MPB. Këtë interpelancë e shpjegoi deputeti nga radhët e së Majtës Sashko Jançev, i cili tha se interpelanca është bazuar në 10 baza, 5 prej të cilave janë të lidhura drejt për drejt me aksidentin tragjik në Koçan, në të cilën humbën jetën 62 persona, ndërsa afro 200 ishin të lënduar. Ministri Pançe Toshkovski, i cili është në pozicionin e ministrit për më shumë se një vit nga janari vitit 2024 në të ashtu quajturën qeveri teknike dhe më vonë pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024 dhe i rizgjedhur në qeverinë e sapo zgjedhur politike të përbër nga kuadro të VMRO të BMN-s, Vlenit dhe Znamit deri më sot, në vend që të ndërtoj një urë besimi midis sektorit civil dhe policisë dhe të krijoj mekanizma për respektim të vazhdueshëm të ligjeve, ai ndiqet nga një seri veprimesh të pamatura, jo profesionale dhe për më tepër të paligjshme, skandale dhe dështime kadrovike. Jançev deklaroi se për integritetin moral të Toshkovskit flet mjaftueshëm edhe fakti që deri tani ai as nuk ka guxuar të ofrojë dorëheqje për arsye morale, diçka që kanë bërë disa ministra para tij. Ndërkaq, për këtë foli edhe ministri Pançe Toshkovski, i cili tha se nuk ka frikë nga përgjegjësia dhe se mbetet në detyrë për të përballur me të vërtetën dhe për të sqaruar të gjitha dilemat. E tëra çfarë pam ishte etiketim i rrem. Ne duhet të udhëhiqemi nga detyrimi për të thënë të vërtetën dhe për të mbrojtur drejtësinë. Nuk po iki, nuk hesht, nuk po fshihem. Unë qëndroj këtu me gjithë peshën e detyrimit që mbaj. Çdo ditë, ky institucion do të përpiqet të sigurojë që dhimbja juaj të mos mbetet vetëm një dëshmi e heshtur e të paharrueshmes. Ndryshimet janë këtu, përgjegjësia ndihet, drejtësia është realitet. Toshkovski hodhi poshtë të gjitha akuzat dhe theksoi se MPB-ja punon profesionalisht, pa përzgjedhje dhe në koordinim të plot me prokurorinë publike. Replika dhe kundërreplika vazhduan edhe nga deputetët nga partitë e tjera. Pasi është kritikuar ashpër nga deputetët opozitar në Kuvend, ministri Pançe Toshkovski është përballur edhe me një sfidë tjetër. Sot ai është përballur me familjarët e viktimave të tragjedisë në Koçan, të cilët kanë kërkuar përgjigje më të qartë nga ministri Toshkovski nëse janë arrestuar përgjegjësit institucional të tragjedisë. Toshkovski është arrestuar se kjo që ka ndodhur është si shkak i punëve jo ligjore të ndodhura brenda periudhës 10 vjeçare.
Pas prokurorisë dhe kuvendit, familjarët e viktimave nga Koçani u ndalën edhe tek Ministria e Punëve të Brendshme, ku u pritën në takim nga ministri Pançet Toshkovski. Në këtë takim, banorët e Koçanit kërkuan përgjegjësi duke kërkuar për më tepër përgjigje nga ministri Toshkovski nëse janë arrestuar përgjegjësit institucional. Në fillim Toshkovski tentoi të arsyetohet se kjo që ka ndodhur është si shkak e punëve jo ligjore të ndodhura brenda periudhës mbi 10 vjeçare. Оно кое что ми се случи, нажалост, е последица на огромен број незаконити действија кои што настанале во еден малце подолг временски период. Тоа не било период од месец дена, било период од 13 години. Не се забава. Ministri siguroi prindërit se do të merren të gjitha masat për zbardhjen e plotë të rastit. До сега и да ми верувате на словото. И да ми верувате на зборот. Имате право и на тоа. Имате право и на тоа, но истрагата не е завршена. И до сега Duke ja thënë në fytyrë se nuk i besojnë, qytetarët kërkuan që të arrestohen të gjithë ata që janë përgjegjës. Pasi Toshkovski i dëgjoi të gjitha ankesat, në fund kërkoi që nga ky takim të largohen mediumet dhe të mbetet takimi mbyllur dhe në të diskutojë vetëm me prindërit që kanë humbur fëmijët e tyre. Ndërkohë, para këtij takimi me Toshkovskin, familjar, miqë të afërm të viktimave nga Koçani marshuan sot në kryeqytetin e shenjë solidariteti me viktimat e tragjedisë në Koçan. Kërkesa e të gjithë pjesëmarrësve ishte që të ketë drejtësi dhe përgjegjësi të jenë në burg e jo në pozita udhëheqëse. Me lot në sy, e pankarta në duar për drejtësi. Familjarët, miqt dhe të afërmit e viktimave nga Koçani marshuan në kryeqytet. Nga prokuroria themelore, protestuesit marshuan drejt kuvendit. Edhe pse thuhej në disa versione, kërkesa e të gjithë pjesëmarrësve ishte që të ketë drejtësi dhe përgjegjësit të jenë në burg e jo në pozita udhëheqëse. Përgjegjësi u kërkua edhe nga kryeministri Mickoski, ministri Pançet Toshkovski, por edhe nga ish-kryeministri Zaev e nga ish-ministri Spasovski, ish-ministra Jankullovska dhe të gjithë ish-ministrat e policisë, po edhe të ekonomisë, duke nisur nga ai aktual. Për mungesën e drejtësisë së plot, familjarët akuzuan edhe prokurorinë. Има пари за анкета, за рейтинг, за 400.000 евра денот пред да погребот на деца да си наплатат. Джаве ви си 400 милиарди, бе. Да си дадете оставка, отказ, да ги напуштете узурпираните државни институции. Државата, тоа сме ние, тоа сте сите вие државата. Еве Министерство за внатрешни работи. Панче Тошковски. От кога е Панче Тошковски, кој што не убедуваше дека имало големи криминали? От кога е? От 28.1.2024 година до 26.5.2024, па некој бал пред до сега. Кај се началниците што ги постави? Дали си приведени началниците што си ги постави неговата структура за да се боре како што не убедуваше многу голем криминал бил? Еве кој поставил началниците? Дали тие началници кои што се директно одговорни како и него? Lotët dhe paknetësia nuk u ndalën, edhe kur protestuesit arritën para kuvendit. E kërkesa e vetme ishte dorëheqje nga ministrat aktual, por edhe nga vetë deputetët. Тошковски, ти си не е одговорен за ова. Ти го лаже целиот народ дека ќе се справиш со криминалот. Заедно со твојот јавен обвинител тамо. Подитно отказ и гитла дома. Подитно! Ти не лаеше за твоите криминали. Партија, од која дата вие ќе почнете со одговорност? Кажете од која? Пошто не биле лиценците дадени у вашата, а дека са предходните. Се е лажно! Лажни сте и вие! Само нашите деца се мртви! Нашите деца настрага пуни енергија, кој мислил, што ги очекува, какви лиценци, какви дозволи, какви прегледи е правено, кој е тоа водил математика, само пари, пари, пари и ништо друго. И сега нашите деца да ги нема за 3 дена, не начека 25-ти роден ден. Para kuvendit, qytetarët tentuan të takojnë deputetët,
të cilëve u kërkuan që të dalin jashtë. Takim, qytetarët u kërkuan deputetëve opozitar, por edhe atyre të pushtetit dhe atyre shqiptar për të kërkuar përgjegjësi. Marshe protestuese ka pasur edhe më herët, edhe në Koçan, po edhe në Shkup. Arben Taravari ka deklaruar sot se Aleanca për Shqiptarët është parti autonome, prandaj vendimet politike i marrin vetë. Ministri aktuali i Shëndetësisë ka komentuar kështu deklaratën e nënkryetarit të VMRO të PMN-s Aleksandar Nikolovski, i cili tha se nëse Arben Taravari bashkëpunon me BDI-n, do të ishte vetvrasje politike. Për këtë ka reaguar edhe BDI, e cila pyet publikisht VMRO-n përse kanë këtë urrëtie dhe hakmarrje ndaj BDI-s dhe shqiptarëve. Referuar deklaratës së nënkryetarit të VMRO të PMN-s Aleksandar Nikolovski, i cili tha se nëse Arben Taravari bashkëpunon me BDI-n do të ishte vetvrasje politike, Taravari tha se ata janë parti autonome dhe vendimet politike i marrin vetë. Ne kemi organe partijake, ne jemi parti autonome dhe vendimet tona i sjellin vetë. Deri tash vendimi ynë është vetëm një, se në lista për këshilltar Aleanca për Shqiptarët del e vetme. Për kandidat për kryetar komunash, kemi thënë se jemi të hapur, para se gjithash me vlenin, në qoftë se kanë disponim, në qoftë se s'kan disponim, opsioni dytë është vetë edhe matutje e shofë. Thotë se nuk është takuar me Mickovskin këto ditë sepse ai në fundjavë ka qenë në Turqi për të vizituar pacientët e Koçanit, kurse ditën e hënë kryeministri ka udhëtuar për në Spanjë, por theksoi se janë në komunikim me të. Për deklaratën e Nikolovskit kanë reaguar edhe nga BDI. Ata VMRO-si parashtrojnë pyetje: pse kjo urrëtie dhe hakmarrje ndaj BDI-s dhe shqiptarëve, të cilës pyetje i japin edhe disa përgjigje. E para, sepse BDI e integroi vendin në NATO, një hap që i shqetësoi sponsorët e tyre rusë dhe nuk lejoi që vendi të ankorojë në botën serbe. E dyta, sepse BDI e mbajti të gjallë perspektivën europiane të vendit. E treta, sepse përmes agjendës europiane, vendi është vendosur në vëzhgim të rrept përmes kapitujve 23 dhe 24 që lidhen me sundimin e ligjit. Kjo i tremb politikanët e korruptuar. Në një intervistë televizive një ditë më parë, Aleksandar Nikolovski për Taravarin u shpreh se është fakt se Taravari është politikan me përvojë dhe se nuk mendon se ai është deri në atë pikë naiv sa të bashkëpunojë me BDI-n. Shtoi se nuk pretendon një gjë e tillë, sepse kjo do të ishte për të vetvrasje politike. Historia e dhimbshme e ka cilësuar ngecjen e Maqedonisë së Veriut në rrugën evropiane. Eurokomesaria për zgjerim Marta Kos, ajo ka thënë se zgjerimi asnjëherë më shumë nuk ka qenë çështje gjeopolitike se sa tani. Nëse Ukraina pret aq sa ka pritur Maqedonia e Veriut, atëherë Ukraina do të fillonte negociatat në vitin 2045, ka deklaruar Eurokomesaria. Eurokomesaria për zgjerim Marta Kose ka përshkruar si histori të dhimbshme ngecjen e Maqedonisë së Veriut në rrugën e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ajo tha se rajoni si tërësi nuk qëndron mirë në aspektin e zhvillimit, ndërkaq theksoi se zgjerimi asnjëherë më shumë nuk ka qenë çështje gjeopolitike se sa tani, duke thënë se gjeopolitika ka pësuar ndryshime të mëdha dhe zgjerimi tani lidhet me pjesën e sigurisë dhe paqes. Unë vi nga Slovenia, e cila më herët ishte pjesë e këtij territori në kuptimin më të gjerë të fjalës. Do të thotë, në disa aspekte rajoni ka qenë më mirë para 20 viteve se sa që është sot, dhe ka 2 ose 3 histori shumë të dhimbshme. Njëra prej tyre është që Kosova nuk mund të ecë përpara. Një histori tjetër e dhimbshme është Maqedonia e Veriut. E dini, nëse Ukraina pret aq sa Maqedonia e pret fillimin e negociatave, atëherë Ukraina do të fillonte negociatat në vitin 2045. Dhe kuptohet, këtu është edhe Bosnia e Hercegovina. Ajo shpreson që gjatë kësaj përbërje të Komisionit Evropian që u zgjodh në vitin 2024, Mali i Zi dhe Shqipëria mund të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian.
Do të ishte dështim nëse nuk pranojmë asnjë anëtare të re në BE gjatë Komisionit Evropian aktual dhe jam e sigurt se mund ta bëjmë këtë. Do të mund ta bëjmë këtë me malin e zi. Të gjitha kapitujt janë hapur dhe për këtë i mbyllim që të mund ta përfundoj procesin në fund të vitit 2026. Nga pikpamja teknike, me Shqipërinë do të mund ta përfundojmë procesin nga pikpamja teknike deri në fund të vitit 2027. Pse them nga pikpamja teknike? Sepse bëhet fjalë për procedurë të negociatave, ndërsa vendet kandidate duhet të zbatojnë reforma. Por më pas u mbetet vendeve anëtare të vendosin nëse do të bëhen anëtare këto shtete ose jo. Kujtojmë se Maqedonia e Veriut mori statusin e vendit kandidat për anëtarësim në BE në vitin 2005, megjithatë që atëherë vendi është në pritje për shkak të bllokadave të ndryshme që ka pasur si pasojë kontesteve fqinjësore. Fillimisht rrugën e integrimit e bllokoi Greqia për shkak të kontestit me emrin. Pas ndryshimit të emrit tashmë disa vite rruga integruese është bllokuar nga Bullgaria, kësaj here për konteste të historisë. Autoritetet do të shohin rezultatet përfundimtare të masës për çmime dhe margje të kufizuara dhe më pas do të vendoset se çfarë do të bëhet më tej. Zëvendës Ministri i Ekonomisë dhe Punës, Marian Risteski, sqaroi se nëse është e nevojshme do të vazhdojnë me masën, nëse jo atëherë ekonomia e tregut mbetet të rregullojë çmimet. Zëvendës Ministri i Ekonomisë dhe Punës Marian Risteski gjatë ditës së sotme ka njoftuar se së pari do të shohin rezultatet përfundimtare të masës për çmime dhe marzhe të kufizuara dhe më pas do të vendosë se çfarë do të bëjë më tej. Megjithatë, Risteski sqaroi se nëse është e nevojshme do të vazhdojë me masën, e nëse jo, atëherë ekonomia e tregut mbetet të rregullojë çmimet. Ai po ashtu theksoi se përgatitja e shportës mesatare të konsumatorit është drejt fundit, nga ku shtoi se ajo do të duhet të kalojë nëpër filtra të mëtejshëm, kryesisht në Këshillin Ekonomik dhe social, ku do të shqyrtohet nga sindikatat, punëdhënësit dhe qeveria. Pastaj do t'i prezantohet publikut. Ai shpreson që të gjithë pjesëmarrësit në zinxhirin tregtar ta kenë nxjerrë mësimin e tyre, nga ku në plan të parë të jenë qytetarët dhe mbrojtja e standardeve të jetesës. Së bashku, duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për të mbrojtur standardin e jetesës së qytetarëve dhe jo të rrisim artificialisht inflacionin dhe çmimet kur nuk ka mundësi ekonomike për këtë. Domethënë, të respektojmë ligjet e ekonomisë, të dhënat nga shporta mesatare e konsumatorit do të përdoren ekskluzivisht për krijimin dhe hartimin e politikave ekonomike cilësore për të mbrojtur standardet e jetesës dhe jo për krijimin e opinionit publik. Për këtë do të na duhen të dhëna relevante nga institucionet dhe Inspektorati Shtetëror i Tregut. Ndërkaq, qëndrimi i kryetarës së Organizatës së Konsumatorëve të Maqedonisë së Veriut, Mariana Lonçar Velkova, është që pas publikimit të listave të çmimeve të gjitha produkteve në tregje, është e nevojshme të krijohet edhe një mjet i ri që do t'ju lejojë konsumatorëve të krahasojnë çmimet e të njëjtave produkte në tregje të ndryshme, për të zbuluar se ku është më e lirë për ta të blejnë. Nëse dikush ka ndërmend të blej 5 ose 6 produkte, duhet t'i kërkojë ato në të gjitha ato lista produktesh që publikohen, të shkojë nga tregu në treg në internet për të qenë në gjendje t'i gjej. Nëse do kishim një mjet krahasimi, do të shkonte shumë shpejt. Përndryshe, ideja është e mirë, por ajo ide duhet të zhvillohet më tej. Duhet të krijohet një mjet krahasues i produkteve ku ato mund të blihen më lirë dhe tregtarët mund të kenë konkurrencë me njëri tjetrin. Deri më tani, Velkova tha se nuk kanë marrë asnjë ankesë nga qytetarët në lidhje me çmimet e paqarta të publikuara të produkteve në tregje, por ata besojnë se mënyra se si publikohen tani çmimet e produkteve është ende konfuze. Ndërshkaqet që ndikojnë që prindërit të mos i vaksinojnë fëmijët e tyre, siç thanë ata, janë ndikimi nga rrjetet sociale, të informacionet e pasakta dhe dezinformatat. Miropo, imunizimi shpëton jetë dhe parandalon shfaqjen e sëmundjeve dhe të paraqitjes së pandemisë. Kështu thanë përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë, Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe UNICEF-it në javën evropiane të imunizimit. Ata porosisin sidomos prindërit që të vaksinojnë fëmijët e tyre, sepse kjo, siç thanë, parandalon paraqitjen e sëmundjeve të rrezikshme dhe shfaqjen e epidemisë. Imunizimi shpëton jetë dhe parandalon shfaqjen e sëmundjeve dhe paraqitjen e pandemisë. Kështu u tha pikërisht në javën evropiane të imunizimit nga Ministria e Shëndetësisë, Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe UNICEF-it, të cilët gjatë kësaj jave bëjnë fushat për promovimin e vaksinimit dhe fokusi do të jetë sidomos tek pranimi i vaksinave MRP dhe HPV, ndërshkaqe që ndikojnë që prindërit të mos i vaksinojnë fëmijët e tyre, siç thanë ata, janë ndikimi nga rrjetet sociale, te informatat e pasakta dhe dezinformatat. Në vitin 2024 është shënuar rritje e përqindjes së personave të vaksinuar në krahasim me
3 vitet e kaluara. Megjithatë, sipas përfaqësuesit të OBSH-s në vend Akimali, nuk është përqindje mjaftueshme për të parandaluar shfaqjen e sërieshme të një pandemie. I am particularly keen for every Unë veçanërisht mbështes se çdo mashkull të ri që të vaksinohet dhe çdo vajzë që të vaksinohet me vaksinën e HPV. Siç e dim, kjo parandalon kancerin në qafën e mitrës tek vajzat e reja dhe sigurisht nuk dëshirojmë të bëhet pandemi nga fruthi ose kollës së keqe në mashininë e veriut. Që të arrihet imunitet kolektiv, sipas përfaqësueses së UNICEF-it Leslie Miller, përqindja e të vaksinuarve duhet të jetë nga 90 deri në 95%. Vitin e kaluar, përfshirja e të vaksinuarve me vaksinën MRP ka qenë vetëm 72.7%, që nuk është e mjaftueshme për të mbrojtur të gjithë fëmijët nga fruthi, e cila është shumë sëmundje infektive dhe shpërndahet lehtë. Gjithashtu, edhe me vaksinën HPV janë vaksinuar vetëm 50% e vajzave. Sipas koordinatores nacionale për imunizim Aleksandra Grozdanova, është shqetësuese që në komuna urbane si Qendër, Karposh dhe Aerodrom, përqindja e të vaksinuarve është shumë e ulët, nën 60%. Ende luftojmë për rritjen e numrit të vaksinuarve me MRP. Siç e dini, kishim epidemi nga fruthi. Të mos vim në situatë që të ulet numri të vaksinuarve dhe të përballemi me pandemi fruthi, duke marrë parasysh përqindjet e ulta, sidomos në komunat e Shkupit, komuna urbane. Ndërsa ndër aktivitete që organizohen në javën europiane të imunizimit, sipas drejtorit të shtëpisë së shëndetit Samir Isenit, është edhe vaksinimi i fëmijëve të braktisur. Shtëpia e Shëndetit Shkup organizon aktivitete për vaksinim në terren për fëmijët që janë braktisur për arsye të ndryshme në 39 vendbanime në të gjitha komunat e qytetit të Shkupit dhe jasaj në periudhën prej 29 prill deri më 9 maj. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari njoftoi se me ndihmën e OBSH-s në 18 komuna janë siguruar 35 ekipe mobile të cilët do të shkojnë der më der për të treguar për rëndësinë e vaksinimit. Për këtë vit, për imunizimin tha se ministria ka ndarë 385 milion denar. Sipas një raporti të Bankës Botërore, ekonomia e vendit do të rritet më ngadalë krahasuar me vende tjera në rajon. 2.6% është parashikimi për ekonominë e Maqedonisë së Veriut, ndërsa rritja më e lartë pritet në Kosovë me 3.8%. Banka Botërore parashikon një rritje prej 2.6% për ekonominë e Maqedonisë së Veriut këtë vit, 2.7% në vitin 2026 dhe 2.8% në vitin 2027, në raportin e saj të rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor. Sipas raportit të Bankës Botërore, ekonomia e vendit do të rritet më ngadalë në rajon. Rritja më e lartë pritet në Kosovë me 3.8%, i ndjekur nga Serbia me 3.5%. Rritja mesatare në rajon vlerësohet të jetë 3.2%. Banka Botërore vlerëson se shpenzimet më të larta për investime publike po kompenzohen nga ngadalësimi i konsumit dhe eksporteve. Në raport thuhet se rritja e tarifave amerikane dhe pasiguria do të ndikojnë indirekt në ekonominë e RMV-s. Parashikimet afatgjata kufizohen nga produktiviteti i ulët, shpërndarja jo efikase e kapitalit, kërkesa e dobët e jashtme dhe konsumi i nxitur nga inflacioni, thuhet në raport. Perspektivat e rritjes së Maqedonisë së Veriut janë të lidhura ngushtë me përshpejtimin e negociatave të pranimit në BE dhe përpjekjet më të forta për reforma për të mbështetur transformimin strukturor të ekonomisë. Progresi në agjendën e reformave të BE-s, duke përfshirë objektivat e tranzicionit të gjelbërt, është thelbësor për nxitjen e rritjes së qëndrueshme në afat të mesëm dhe të gjatë. Raporti pohon se rritja ekonomike në Ballkanin Perëndimor parashikohet të ngadalësohet pak në vitin 2025, si rezultati i kërkesës së me më të dobët dhe pasigurisë ekonomike që rrjedh nga ndryshimi i politikave tregtare globale, të cilat mund të ndikojnë negativisht në bizneset dhe besimin e konsumatorëve. Zëvendës Ministrja në detyre mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor, Ana Loshkovska, sot mori pjesë në ngjarje në të cilën u prezantuan rezultatet e arritura dhe pajisjet e projektit ju dorëzuan zyrtarisht komunës Gjorgje Petrovit në kuadër të projektit ndërkufitar Sistem Inteligjent për zbulimin e hershëm dhe përmbytjeve dhe monitorimin e mbeturinave në pellgun e lumit Lepenec.
Projekti financohet përmes programit të bashkëpunimit ndërkufitar midis Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut dhe zbatohet nga Komuna e Hanit e Lezet nga Kosova e mbështetur nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Kosovës dhe në bashkëpunim me Komunën e Gjorçe Petrov, Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe Institutin Ndërkombëtar për Zhvillim dhe Kërkim, Dr. Jugoslav Achkovski Shkup. Si pjesë e ndërhyrjeve të projektit në Gjorçe Petrov po instalohen 2 kamera moderne me senzor, qëllimi kryesor i të cilave është zbulimi hedhjes së pa autorizuar të mbeturinave në pikat kritike përgjatë lumit dhe zonave të tjera publike. Përveç kësaj është instaluar një senzor për të matur nivelin e ujit të lumit Lepenc. Kjo ishte gjitha që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Natën e mirë.